Mëngjesin e sotëm, rreth 150 punonjës të Bankers Petroleum kanë pezulluar punën duke lënë pa mbikëqyrur 400 puse në vendburimin e Marinzës. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur, Dritan Shau, puna është ndërprerë dhe bojkoti do të vijojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Po, sot hym në ditën e dytë të grevës së përgjithshme, gjithashtu në ditën e dytë të grevës së urisë, ndryshe nga dje ku greva ishte nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 10 të mëngjesit, sot ka filluar nga ora 7 e mëngjesit dhe pa afat. Dhe jemi në ditën e dytë të grevës së urisë. Ne nuk do të tërhiqemi nga ato që kërkojmë rritjen e fondit të pagave në masën 18%, siç thanë dje, shpërndarjen e tij për pagat për punonjësit e fushës dhe për pagat e ulta. Aktualisht këtu, siç edhe shikoni nga pamjet, janë mbi 150 punonjës, të cilët kanë përkujtuar fushë Marinzën sot për punë. Mund të kenë ngelë shumë pak punonjës në fushë dhe drejtuesit e lartë që janë në fushë tani. Shoqëria Bankers ka rreth 400 puse, të cilët operojnë nëpërmjet punonjësve që i mbajnë dhe veprojnë në këto puse. Punonjësit janë këtu, pjesa më e madhe e tyre janë këtu. Sot nuk kemi pasur asnjë lloj kontakti nga kompania. Ne do të vazhdojmë deri në realizimin e kërkesave tona. Pavarësisht intimidimit nga përfaqësues të kompanisë, ne do të vijojmë grevën, ka thënë antari i Këshillit Sindikal Dritan Rapushi, i cili që nga dita e djeshme është bërë pjesë e grevës së urisë. Për shkak të deklaratave mediatike gjatë tubimit të datës 5 shtator, është ngritur një komision disiplinor nga kompania dhe është marrë vendim nga CEO për të vazhduar procedurat për shkëputje nga puna, ka thënë Rapushi. Veprim që është konsideruar diskriminues nga sindikata dhe është kundërshtuar. Sot është dita e dytë e grevës së urisë. Unë jam antar i Këshillit të Sindikatës dhe sot, siç e shihni, ne jam bashkuar të gjithë punëtorët e fushës, puna është pezulluar. Sot është dita e dytë e grevës së urisë edhe kjo vazhdon për të gjitha të drejtat tona, si ngritja e rrogës edhe ndalimi i intimidimeve. Mua personalisht më shkryer një intimidim ku për shkak të grevave më është komunikuar për heqjen e vendit të punës, për puna është sepse duhet të ndjeken afatet ligjore ose të marrin aprovim nga sindikata. Sindikata normalisht nuk e ka dhënë këtë aprovim, kështu që duhet të ndjeken afat ligjore. Prandaj ne jemi këtu për të kërkuar të gjitha të drejtat tona. Po, çdo gjë përdoret kundra punonjësve për të intimiduar. Çdo veprim që i sjell avantazh kompanisë vlerësohet. Kjo po na sjell të gjithë në përçarje, por sot ne jemi të gjithë bashkë, nuk ka më përçarje te punëtorët. Ndërkohë punonjësit ndër më të vjetër të fushës pohojnë se pas 2 dekadash punë në këtë kompani përballen me trajtim jo dinjitoz dhe paga diskriminuese. Raimond Rapushaj, operatori dytë prej 22 vitesh, pohon se nga kompania nuk ka marrë asnjë ndihmë teksa është trajtuar në spital me karbon në gjak, ndërsa Sajmir Beraj, inspektori i përgjithshëm i 1540 puseve të vendburimit, pohon se në 20 vite punë, puna në kushte të vështira, ku përveç ndotjes së ambientit, rrugët e pakalueshme nga njëri pus në tjetrin, janë vështirësia më e madhe e ditës. Ndihem të i pakënaqur sepse gjithë kjo mundim nuk është s'pak i vlerësuar. Prandaj unë them dhe mendoj që kjo grevë po realizon gjithë ato që ne kemi thënë, do vazhdoj dhe sa më gjatë tjetë mund të drejtë në realizimin e pikave. Çfarë pozicionin keni ju? Unë po thuaj se do të isha i parë, jam operatori i dytë. Me një përvojë 22 vite pune, kam instruktuar ndër operatorët më të mirë këtu, por prapa ata janë dihet që janë kokat e Bankës Petroleum këtu dhe ndikohen nga politika kineze. Rritjen e rrogës sa e ka thënë sindikata, edhe bilezu dohet çik më shumë, sepse këtu ka po thuaj se 90% e punonjësve janë me kredi bankare. Edhe nuk di ku janë, nuk kur vjen ajo ore datës bankës, pagesës bankës, ata vetë ditë çka sepse janë konkretisht me bankën janë 100% të pagushëm, dhe këto janë me pagesa të pakënaqshme, drastike, të ulta. Kam në listë 1500 puse. Po thuaj se gjithë vendburimin. Bëj kontrollin fizik të grykave të pusit, jam i detyruar të shkoj në çdo gryk pusi për ta fotografuar, për ta komentuar. Dhe problemi është vështirësia, kushtet, rrugët, nuk kanë puset, jam pa ber akoma. Këtu jam hallakate me gjithë ditën, edhe 20 vjet punë. Jemi të pakënaqur. Ndotjen e kemi marrë parasysh, pavarësisht se gazi do bëjë vetën, kemi marrë parasysh do punojmë të ushqemi. Pasojat ndoshta do jenë një ditë më vonë, po kushtet më të mira të punës, rrugët,
janë dërmuar komplet makinat. Një pusë në tjetër. Po. Puna që kam unë, pozicioni që kam unë, duhet vetëm çdo pus që nuk ka edhe rrugë. I kam mjetet në makinë, kosore, lopat, bel, që pastroj dhe vendet për të kaluar. Ndërkohë që punojësit janë të vendosur në kauzën e tyre, puset kanë mbetur në mëshirë të fatit.